Më 6 shërshor, procesi i votimit në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës do të zhvillohet në 17 ambasada dhe 13 konsulata, të cilat janë të vendosura në 18 shtete të ndryshme të botës. Nga 132.212 votuesit jashtë Kosovës, të drejtë votën në këto përfaqësi diplomatike kanë vetëm 27.724 shtetas të Kosovës, të cilët janë regjistruar paraprakisht dhe kanë përzgjedhur votimin fizik në ndonjëherë nga këto 30 misione. Materiale zgjedhore janë dërguar në këto përfaqësi dhe ato janë gati për votuesit. Para ditës së zgjedhjeve në Kosovë, pra më 6 qershor, do të përfundoj edhe votimi jashtë vendit për 104.488 votuesit e regjistruar për të votuar përmes postës, procesi i cili ka nisur më 21 maj. Të gjithë këta votues kanë pasur kohë 17 ditë që pakon me fletë votim, të cilën e kanë pranuar në adresë të tyre nga KSZ, ta dërgojnë në ndonjëherë nga kutit postare të hapura në 23 shtete të ndryshme të botës, përfshirë edhe Kosovën. Fletëvotimet që i takojnë votimit në përfaqësi diplomatike dhe votimit në postë do të tërhiqen dhe numërimi i tyre do të bëhet në Kosovë.